Një reagim nga prokurori Olz Dado, i cili i kujtoi avokatit Haxhia se në këtë proces ishte si mbrojtës ligjor, ishte si avokat dhe jo si kryetari i dhomës kombëtare të avokatisë, situatë që u pasua në fakt edhe me replikat më vonshme se kush duhet fliste apo se cili duhet ndalonte, por në vijim ishte avokati i Erion Veliajt në sallën e gjyqit, Plaren Dreca, i cili edhe njëherë ashtu sikur se ka bërë në fakt në vimësi, shfaqi rezerva ditën e sotme sa i takonte njohjes me aktet e dosjes. Ai tha se që kur ishte caktuar dhe kishte marrë prokur përfaqësimin nga kryebashkiaku Veliaj, kishte shfaqur interesin për të njohur me aktet e dosjes. Fillimisht ishin premtuar dhënia në mënyrë elektronike e tyre, çka nuk ishte bërë më pas. Jam drejtuar shkresërisht, tha avokati Ndreca i gjykatës, për të pasur mundësi për të njohur pra në ambientet e gjykatës me aktet e dosjes, por sipas tij, në përfundim ai kërkoi edhe një kohë shtesë prej 2 javësh për të pasur mundësi për të njohur me gjitha aktet e dosjes dhe për të përcaktuar më pas edhe se cila do të ishte strategjia e tij e mbrojtjes. Duke kërkuar pra këtë kohë shtesë prej 2 javësh, sipas tij, për t'ju garantuar klientit ti një proces i rregullt ligjor, por njëkohësisht edhe për t'ju garantuar Erion Veliajt e drejta për një mbrojtje efektive. Në vijim, avokatët e tjerë të pandehurve në proces kërkuan 8 prej të pandehurve kërkuan veçim të çështjes, por njëkohësisht edhe shpallje të mos kompetencës, duke pretenduar se nuk duhet gjykoheshin nga gjykata e posaçme, por nga gjykata të jurisdiksionit zakonshëm dhe në këtë rast nga gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë, ishin të pandehurit cilët kërkuan gjykim të shkurtuar dhe veçim të çështjes ishin të pandehurit Elman Abule, Fatmir Bektashi, Ina Goxhaj, Adela Kondakçiu, ish deputetja Klotilda Bushka, Flutur Axhani dhe Fation Baçi, por njëkohësisht edhe subjekte tregtare në cilët gjykohen në cilësinë e personave juridik në këtë proces, Ramental SHPK, Kontakt SHPK, Frobulus, OJF-ja, dhe për këto kërkime të bëra prej tyre, prokurori Dado u dakordsua me kërkesën për veçim të çështjes, por edhe me gjykim të shkurtuar, por ishte kundër shpalljes së moskompetencës, pasi sipas prokurorit Olz Dado, procedimi penal është i lidhur dhe se të gjithë të pandehurit e kësaj çështje do duhet të gjykohen nga gjykata e posaçme si gjykatë kompetente. Nga ana tjetër, prokurori Dado e cilësoi si të pavend kërkimin e avokatit Erion Veliajt për një kohë shtesë për 2 javë të tjera shtesë për të njohur me dosjen, me pretendimin se dosja qoftë Erion Veliajt, qoftë avokatëve të tij është vendosur në dispozicion prej kohësh, kanë pasur gjithë kohën e mjaftueshme për të njohur me të dhe sipas prokurorit Dado ishte e pakuptimt një kohë shtesë, pasi në një moment tjetër tha ai do të vinë një avokat tjetër, mbasi të cakton një tjetër avokat zoti Veliaj, i cili po ashtu do të kërkojë kohë të njihet me aktet e dosjes. Në këto momente trupa gjykuese është të tërhequr në dhomën e këshillimit për të shprehur me këto kërkime paraprake të bëra nga palët, qoftë sa i takon kërkimit bërë nga kryebashkiaku Veliaj përmes avokatit të tij për edhe 2 javë të tjera shtesë për të njohur me aktet e dosjes dhe mandej për të paraqitur nëse ka apo jo kërkesa paraprake apo kërkesa për mbi mënyrën e llojit procedurës së gjykimit, por njëkohësisht edhe për kërkesat e 8 bashkëpandehurve të tij për gjykim të shkurtuar apo për veçim të çështjes, si edhe për shpallje të moskompetencës. Qartë, Armand, siç e tha dhe ju, kryebashkiaku i Tiranës nuk ndodhej i pranishëm në gjykatën e posaçme, por interesant është fakti se në orën 13 do të jetë i pranishëm në gjykatën administrative, atje ku ka bërë një padi për pavlefshmëri pra të Olz Dado si prokuror. Ku e bazon këtë padi kryebashkiaku apo edhe avokatët e tij? Pandi është e vërtet kryebashkiaku Velia, i cili qëndron në paraburgim prej shkurtit të vitit të shkuar, prej 10 shkurtit 2025, zgjodhi ditën e sotme të mos jetë prezent në procesin gjyqësor ndaj tij në gjykatën e posaçme, ku është i pandehur për 5 vepra penale, por ndryshe nga kjo përballje ku zgjodhi të ishte vetëm të përfaqësohej nga avokatët e tij mbrojtës në orën 13:00 në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë, zoti Veliaj pritet të jetë prezent, ashtu siç edhe ka konfirmuar dhe njoftuar, do të jetë i pranishëm në një tjetër përballje gjyqësore.
administrative në këtë rast, ku Kryebashkiaku Veliaj ka paditur institucionin e Presidencës Republikës sa i takon dekretimit në detyrë të prokurorit Olc Dado. Sipas Kryebashkiakut Veliaj, prokurori Olc Dado, Presidenca e Republikës e kohës kur Olc Dado është emëruar në detyrë si prokuror, duhet të shfuqizohet ky dekret i Presidentit Republikës, pasi zoti Veliaj pretendon se Olc Dado ka qenë në kushtet të pasdiellshmërisë dhe se nuk do duhet të ishte prokuror për shkak se nuk është zgjedhur përmes shkollës së magjistraturës dhe si tillë nuk do të duhet të ishte prokuror. Një debat në fakt tashmë në një shtrat gjyqësor dhe në një përballje gjyqësore, po një debat edhe më i hershëm i Kryebashkiakut Veliaj me Olc Dadon. Në fakt, gjithë procesi penal ndaj Kryebashkiakut Veliaj, nga caktimi i masës sigurisë ndaj tij, nga nisja e hetimit, marrja e deklarimeve, por edhe mandej duke kulmuar ky debat mes të dyve, mes prokurorit të posaçëm Olc Dado dhe Kryebashkiakut Veliaj me caktimin e masës sigurisë dhe një debat vijues në seancat qoftë në shkallën e parë, në apel apo edhe në gjykatën e lartë në përballjet me kundërshtimin e masës sigurisë arrest në Burg, por këtë herë, ndryshe nga deklaratat publike her pas here sulmuese të Kryebashkiakut Veliaj në drejtim të prokurorit Dado, këtë herë ata do të përballen në sallën e gjyqit, do të përballen